Në shkollën 9 vjeçare Beslidhja në Lezhë, u zhvillua një koncert klase, që solli në skenë nxënës nga klasa e parë deri në të 9-ën, të cilët me instrumentet me harqe interpretuan një program të larmishëm muzikor, duke përcjell jo vetëm muzikë të bukur, por edhe përkushtimin e një viti të tërë pune dhe angazhimin e vazhdueshëm të mësuesve. Nxënësit e përgatitur nga mësuesja e violës Alesia Sadiku dhe mësuesi i violinës Fatjon Memaj krijuan një performancë artistike mjaft të arir, e cila u prit me duar trokitje të shumta nga publiku i pranishëm. Të pranishmit vlerësuan nivelin artistik të nxënësve dhe punën e palodhur që bëhet në mënyrë të vazhdueshme me fëmijët, duke e kthyer muzikën në një pjesë të rëndësishme të formimit të tyre. Koncertet e klasave tashmë janë një traditë e konsoliduar në shkollën Beslidhja, ku mësuesit prezantojnë rezultatet e punës së tyre përmes muzikës së kultivuar dhe edukimit artistik të brezit të ri.